barra më e madhe për biznesin e ndershëm sot është shteti. E kjo nuk vjen vetëm në formën e taksave të rritura, sepse po, taksat janë rritur e janë atje për biznesin, por sot biznesin përballen me një natyrë kaq selektive, me një sjellje kaq selektive që reflektohet së pari në ndryshimin e shpesh ligjeve, në ligje të veçanta, të cilët janë aty për të mbrojtur interesat veçantë, sektorët veçantë që dëmtojnë konkurrencën, prishin konkurrencën e shkatrojnë ekonominë e tregut, duke i rënë në qafë bizneseve të ndershme. Kjo vjen njëkohësisht edhe me barrën e tatimeve, të doganave, të inspektorëve, që shkojnë tek ato biznese që janë transparent, tek ato biznese që janë korrekt me shtetin. E kjo quhet taksa të ndershme. Sa më mirë që ti sillesh me shtetin, aq më keq sillet shteti me ty. Ky selektivitet, kjo ndarje në ekonomi, kjo preferencë e ka shkatruar ekonominë. E ka krijuar një ekonomi të pakicës, një ekonomi që ka përqendruar të gjithë, jo vetëm tendera e koncesione, po dhe favore në pak duar, duke shkatruar sot rregullat e lojës dhe duke prishur ekonominë e tregut. Këtë e thot njëkohësisht dhe raporti investitorëve të huaj në Shqipëri, duke e ulur vlerësimin për Shqipërinë nga 100 pikë në 45 pikë dhe duke e krijuar edhe problematikën e klimës biznesit, edhe selektivitetin pikërisht në ekonominë shqiptare. Një investitor i huaj që nuk vjen këtu janë më pak vende pune, ka më shumë korrupsion. Një investitor i huaj që vendos të largohet, shkon tek rajoni, ka edhe produkte cilësi më të dobët. Ne këtë duhet luftojmë çdo ditë për të ndërtuar një ekonomi për shumicën e shqiptarëve, për të ndërtuar një ekonomi për shumicën e bizneseve. Sot fatkeqësisht ekonomia është kapur dhe shërben vetëm pak interesave.